ndodhem në vitin tim të 16 të burgimit, vetëm se luftova për liri pavarësinë e popullit tim. Thash në vitin e 16, se 10 vite e më tepër burg i kam kaluar nga viti 1981 deri në vitin 1991. Të kesh kaluar 16 nga 75 vitet e jetës në burg dhe të jesh privuar nga ajri i lirisë, nuk është diçka e vogël, është diçka e madhe. Dalja ime publike me 11 qershor 1998 tregoi se isha kundërshtar i politikave gjenocidale të Serbisë dhe ndodhi pak kohë pas masakrave serbe në Qerez, Likošan dhe Prekaz, ku humben jetën 83 njerëz, shumica prej tyre fëmijë, në grade të moshuar, të pamatosur, të vrarë në shtëpitë e tyre. Kjo vrasje brutale shënon një pikë these të ndërgjegjes për një brez të tërë shqiptarësh. Çfarë më shtyri të ndërmarra këtë akt jashtëzakonisht të rrezikshëm për atë kohë? Robëria e gjatë, persekutimet, mbimet, dhunimet, burgimet e shumta dhe ekzekutimet e pandërprerja dhe vrasjet që shënuan gjithë shekullin 20.